Sot është e 8 dhjetor, dita kombëtare e rinisë, e shpallur prej vitit 2009 nga Kuvendi i Shqipërisë. Kjo datë përkujtohet si festë kombëtare në nderim të gjithë studentëve të dhjetorit 1990 dhe gjithë të rinisë shqiptare. Më 8 dhjetor 1990, një grup studentësh e pedagogësh të Universitetit të Tiranës u bën iniciator e protagonist të kthesës së madhe historike protestave partësore që sollën rënien e sistemit komunist dhe lindjen e demokracisë. Me shprehjen e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, ata kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe të shtetit të së drejtës, integrimin në Evropë dhe garantimin e pluralizmit politik si bazë kryesore për një shoqëri të lirë e demokratike. Lëvizja studentore e vitit 1990 është vetmja lëvizje partësore që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Akti i tyre publik, sa qytetar aq edhe politik, i dha fund në mënyrë partësore epokës së gjatë vet izolimit dhe të sundimit ideologjik, duke i hapur kështu rrugën e ekonomisë së tregut dhe shoqërisë së hapur. Vlerat e kësaj dite bën gjithnjë e më shumë vlera kombëtare, sepse ndryshe nga ngjarjet e tjera, 8 dhjetori nuk pati dy palë, një fituese dhe një të humbur.